vizioni I tij për paqe do të arrihet. Natyrisht do të ketë edhe probleme, por ne do t'i arrijmë objektivat tanë për paqen palestineze, për zgjidhjen e problemeve të popullit palestinez në Gaza. Objektivat janë real dhe ne riafirmojmë zotimin ton për të dërguar një numër të konsiderueshëm trupash që të marrin pjesë në mënyrë aktive në misionin ushtarak ndërkombëtar. Ju faleminderit. The President of Romania. First of all, President Trump. Presidenti I Rumanisë, Very important meeting. I drejtohet Presidentit Trump. Faleminderit për organizimin e këtij takimi, leadershipin tuaj dhe planin për paqe në Gaza. Ai është gjithëpërfshirës dhe unë jam I bindur se rezultatet do të arrihen. Peace, stability, prosperity in Gaza, but the question is how to act for. Çështja është se si të veprojnë për Gazën. Dhe kjo është arsyeja pse ky format është I rëndësishëm. We can increase the number of flights in order to extract children with disease. Rumania mund të ndihmojë në rritjen e numrit të fluturimeve për të nxjerrë, për të larguar fëmijët dhe nga Gaza. Gjithashtu mund të ofrojmë asistencë sa I takon rindërtimit të sistemeve shëndetësore dhe atyre të zjarfikseve. Gjithashtu mund të ofrojmë bursa studimi për të rinj palestinez, program të cilin mund ta zgjasim në kohë. Dhe gjithashtu mund të ndihmojmë në rindërtimin e institucioneve si policia, drejtësia, administrata publike e të tjera. Pra kemi ekspertizën e dur për të kontribuar. Është me rëndësi të themi se ne kemi pasur tradicionalisht marrëdhënie të mira me palestinezët dhe me hebrejnë, ndaj ju mund të mbështeteni tek ne. Merr fjalën kryeministri I Shqipërisë. Faleminderit për ftesën për të bashkuar me këtë nismë, zoti president. Jam plotësisht në të njëjtën linjë dhe ftesa që ju I keni dërguar Shqipërisë flet vetë. Shumë në Evropë thonë se bordi I paqes synon të zëvendësojë OKB-n, por mua nuk më duket I tillë, por më duket si një trup për të ringritur gjithçka. Ndaj Zoti bekoft bordin e paqes. Zoti president, ne vlerësojmë rolin tuaj për sjelljen e paqes në